30 pyetje do ishin hartuar deri tani. 30 pyetje do ishin hartuar dhe do ishin dorëzuar deri tani. Dhe në fakt e dini pse e përmenda dhe gjë se mufanit i përshpirtshmi dhe i respektuari kolegu ynë Pjetër Arbnori, i cili kontraston kaq shumë me të gjithë juve kur bënte pyetje për prokurorin. S'mund t'i bënte dot në sallë, por i bënte me shkrim dhe pyetjet i ka regjistruar dhe na vinë dhe neve sot dhe fëmijët e mi mund të lexojnë pyetjet e tij. Por juve sot nuk doni t'i përgjigjeni një pyetje që ka publiku shqiptar. Dhe ndaj shumë fishoni veten në pretendime për pyetje. Dhe pyetja që ka publiku shqiptar është: a është e varur apo e pavarur drejtësia shqiptare sipas opozitës shqiptare? Se për shumicën është shumë e qartë. A janë kalorës të ligjit apo janë ushtar të krimit, drejtuesit e institucioneve të pavarur? Kjo është pyetja për opozitën shqiptare, kjo është pyetja që juve ju mbyll gojen dhe ju shumë fishon në mira pretendime për pyetje që nuk arrini dot t'i bëni. Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit zoti Arjan Doja. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar koleg, të nderuar drejtues të institucioneve që jeni ftuar sot për të raportuar në kuvend. Do të them 3 pika nga pikpamja juridike edhe nga pikpamja personale një të fundit për drejtuesit e institucioneve. Ne një Republikës Shqipërisë thotë që Shqipëria është republikë parlamentare, një hierarkinë e akteve ligjore, kushtetuta është e para. Meqense se kushtetuta përcakton parlamentit si organin më të lartë ligjvënës, një hierarkinë e akteve është kuvendi i cili ka prerogativat më të mëdha për të ushtruar në mënyrë saktë në përputhje me ligjin e kushtetutën të drejtat e tij. Në nenin 73 kushtetutës thuhet që deputeti nuk man përgjegjësi për mendimet e shprehura, përveç se kur kjo të i kalon në nivelin një vepre penale të shpifjes. Atëherë, edhe aksioma biblike thotë që e para është fjala, ne këtu jemi për të folë. Unë nuk mendoj që e shkelim në asnjë moment kushtetutën dhe rregulloren që ne të bëjmë pyetje me gojë. Ato depozitohen për efekt formal procedure, regjistrimi, diskutuesish dhe pyetësish në sekretari, por ndërkohë pyetja bëhet me gojë. Së dyti, por rregulloria e kuvendit në nenin 62 deri 65 fraksion 2 parashikon të gjitha llojet e vërejtjeve që jepen ndaj një deputeti dhe këto nuk jepen për pyetjet me shkrim, po për sjelljet dhe qëndrimet që mban dhe ato që thot me gojë këtu në seancë, pra veprimin e tij administrativ, le ta themi, në jetën parlamentare që normal rregulloria. Së treti, në gjithë komisionet hetimore ku drejtuesit e institucioneve kanë marrë pjesë, ne pyetjet i kemi bë me gojë dhe s'kemi pas asnjë lloj problemi. E katërta, komisionet parashikojnë të njëjtën mënyrë funksionimi të veprimtarisë parlamentare ashtu si dhe seanca plenare. Atëherë i bie që ne pas kemi shkel ligjin që i kemi pyetur në komisione me gojë. Së pesti, retorika dhe ideja që ne këtu duam të vendosim dikë përpara përgjegjësisë personale ose të denigrojmë figurën e tij, për mendimin tim është paragjykim totalisht edhe si shkon askujt që ta bëj. Në komisione gjithë pyetjet që kanë bërë kanë qenë pyetje të cilat kanë marrë përgjigje dhe kemi marrë produktin që ne edhe si opozitë edhe në aspektin politik kemi pritë që të marrim. Nga ana tjetër, për procedurë prapë sot se ju jeni kryetari i kuvendit është vendim që u takon ju personalisht. Janë lënë veprimtari komisione shtetërore sot, që është në kundërshtim me nenin 40 të rregullores. Pra sot është dita e seancës plenare. Nëse do ikin shumica e anëtarëve të komisioneve, në për ato komisione janë 7 komisione që kanë programuar sot, i bie që nuk është kvorumi dhe nuk duhet zhvillojë. Dhe është në kundërshtim të hapur me rregulloren. Së treti, keni bërë një ndryshim të rregullores kuvendit, nenin 19 për krimin e komisioneve të përhershme parlamentare. Nuk është gjetë përputhja në praktik me numrin e këshilltarëve ligjor që i takojnë grupeve parlamentare. Së paku për çdo komision duhet të ketë nga një grup parlamentar, duhet të ketë nga një këshilltar. Ngelen akoma 7 këshilltarë, ndërkohë që janë bërë 11 komisione. Së fundi, po jo politikisht. Kjo kam besim absolut për titullarët e institucioneve që ata janë përballë pa anestezi, pa mjete të tjera që ndalojnë dhimbjet,
edhe kanë komunikuar akuzat rënda, po edhe vendime shumë të rëndësishme deri në burgim të përjetshëm, edhe nuk e kanë fare problem, bile po ju marrim kohë nga zhvillimi i seancës, edhe duhet vazhdoj normalisht kjo seancë nëpërmjet pyetjeve. Pra nuk besoj që asnjëri, më falni që flas në emër tyre, po nga që i kam pas kolegë edhe i njoh dhe personalisht, nuk besoj se intimidohen nga pyetjet e askujt. Kështu që faleminderit, mendoj që të vazhdoj seanca, normalisht ne këtu kemi drejtën e fjalës, jo drejtën e të shkruarit. Po të ishte për shkruar, do të bëjmë analizë teksti. Nga 62-65 gjitha vrejtjet që ka drejtë me na bë kryetari i kuvendit, i drejtohen personalisht sjelljes tonë, fjalës tonë. Faleminderit. Faleminderit, zonja Zaka. Kiduina Zaka. I nderuar drejtuesi i seancës, të nderuar koleg deputet, që prej fillimit të kësaj legjislature, opozita na është qasur me idenë e keqardhjes në fakt për ne deputetët e rinj, që nuk kemi pasur mundësi të mbajmë fjalën në foltore, po në fakt sot e nxorën kokën që pas kanë pas hallin e vet që s'kan dalë aty. Dhe fakti që ju dhe ne bashkë me ju nuk kemi pasur mundësi të dalim në ato foltore, të shprehim opinionet dhe qëndrimet tona, kërkojeni brenda grupit tuaj parlamentar, sa aty mes jush keni shumë zhurmues, më të madhin për cilëve ju mungon sot, keni ndonjë që i pëlqejnë ato komplimente që jep majoranca dhe fillon t'i besoj realisht ato që ju thuhen, kështu që do t'ju lutesha shumë që t'i rikthemi normalitetit të punimeve të kësaj seance, që kur kemi filluar punimet, ne deputetët më të rinj të majorancës na është dashur të bëjmë rolin e edukatorit për t'ju rikujtuar deputetëve më me eksperiencë të opozitës se për çfarë merret fjala për procedurë dhe për çfarë mund të diskutohet gjatë saj. Në qoftë se ju kolegë të opozitës dëshironi të keq përdorni kohën që u vjen në dispozicion dhe të zhgënjeni të gjithë ata votues që ju dhanë votën, atëhere më qaf i paçi të gjithë qytetarët shqiptar që ju votë besuan, sepse majoranca dhe çdo deputet i kësaj majorance është zotuar që t'i shërbejë qytetarëve shqiptar dhe t'i respektoj çdo votë që na dhanë për t'i përfaqësuar denjësisht. Kështu që ju lutem shumë, një thirrje shumë miqësore. Të mos e keq përdorim kohën dhe le t'i rikthehemi zhvillimeve normale të kësaj seance. Ta fillojmë sot të zhvillojmë një seancë nga fillimi deri në fund ashtu siç duhet dhe në fakt siç na ka hije të gjithë neve si përfaqësues të gjithë qytetarëve shqiptar. Faleminderit. Zoti Erald Kapri dhe zoti Redi Muçi më pas. Faleminderit. Zoti kryetar, është e qartë që po shkojmë drejt një skenari që kemi bërë këto 9 javë, 9 seanca. Doni ta mbyllni dhe të mos lejoni të bëhen raportime siç ka ndodhur në seancat e tjera. Pra kjo është e qartë. Tani që majoranca ka siklet që kreu i prokurorisë të posaçme Dumani të vi sot këtu, kjo është e qartë. Sepse që do e pyesim zoti Dumani se ç'po ndodh me zëvendës kryeministren, kjo është e qartë. Por të paktën nëse doni ta mbylleni, edhe na e kurseni tani këto zgjatje pafund. Faleminderit shumë.